Gjesti dhe Egli po rikthehen bashk. Puthja në sken dhe spekulimet. Një mbrëmje e zakonshme koncertesh u shndërrua në një spektakël emocionesh dhe nostalgjie. Teksa këngëtari i njohur Gjesti dhuroi një performancë të paharrueshme për fansat e tij më besnik. Por momenti që elektrizoi audiencën erdhi kur një fanse i dhuroi atij një bluzë me fotografinë e tij së bashku me këngëtaren Egli Tako, duke rikthyer menjëherë vëmendjen te raporti i shumë përfolur mes dyshës. Pas këtij gjesti, publiku nisi të thëras në kor. Puth Eglin. Puth Eglin. Në fillim Gjesti reagoi me kujdes, duke theksuar me një buzëqeshje. Kjo duhet me u bë me ndjenja, jo veç ashtu, por më pas, në nduar trokitje dhe brohoritjet e turmës. Ai u afrua dhe e puthi Eglin në skenë, një moment i papritur që shkaktoi reagime të fuqishme emocionale mes të pranishmëve. Ky veprim i papritur dhe i sinqert ka ndezur sërish spekulimet për një rikthim të mundshëm të lidhjes mes Gjestit dhe Eglit, që dikur ishin një ndër çiftet më të dashur të muzikës shqiptare. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar, me fansa që pyesin: a është kjo një dëshmi se dashuria mes tyre nuk është shuar? Megjithse nuk ka ende një reagim zyrtar nga asnjëri prej tyre, puthja në skenë mbetet një ndër momentet më të ndjera dhe të komentuara të këtij koncerti, dhe ndoshta një paralajmërim për një kapitull të ri mes dy artistëve. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.